Të nderuar shikues, përshëndetje, do jemi së bashku në edicionin informativ këtu në ekranin e kanalit 7, ku ndër të tjera do të ndiqni. Qeveria do të mbështesë financiarisht bashkitë bazuar në performancën e tyre, gati edhe Akademia e Pushtetit Vendor për trajnimin e problemeve lokale. Partia Demokratike deklaron se asnjë nga reformat e mëdha nuk mund të realizohet pa konsensus politik, rruga e vetme mbetet krijimi një qeverie teknike. Ekspertët bëren se SPAK do të vijojë goditjet kundër krimit dhe korrupsionit në nivele të larta, problem për drejtësinë e re është stoku i lartë i dosjeve në gjykata. Një jemi gjërësisht me zhvillimet kryesore të ditës së sotme. Ministri i Pushtetit Vendor Ervin Demo kërkoi nga bashki që të rrisin performancën, pasi edhe financimi i tyre do të varet nga këta tregues. Në një intervistë për Vision Plus, ai lajmëroi edhe hapjen e një akademie që do të trajtojë në mënyrë specifike problemet lokale. Granti i performancës së bashkive, Akademia e Pushtetit Vendor si dhe paketa e maleve janë cilësuar si disa nga projektet më ambicioze që do të sjellin shërbime më të mira për qytetarët. Nga Ministri për Pushtetin Vendor Ervin Demo, për Vision Plus, teksa bëri një bilanc të punës dhe sfidave për institucionet lokale. Ministri u shpreh se bashkitë tashmë kanë një sër instrumentesh që i vinë në ndihmë si në aspektin financiar, ashtu dhe në politikat zhvilluese. Ku ne do të shohim se si implementimi i politikave lokale përsa i përket funksioneve bazë, mund të jetë arsimi parashkollor, trajtimi i mbetjeve ose menaxhimi i mbetjeve në tërësi dhe element tjerë, të cilët janë shumë të rëndësishëm. Bashkitë tashmë do të maten me këta tregues dhe do të financohen në bazë të këtyre treguesve. Është një akademi e cila është konceptuar në ADN-n e vet si një institucion i cili do të adresoj problematikat specifike që kanë autoritetet lokale. Demo theksoi gjithashtu se procesi i integrimit, i cili është gjithëpërfshirës, do të sjellë një valë më të madhe pune për institucionet lokale, të cilat duhet të jenë të përgatitura. Këto 24 muaj që ne mund të kemi përpara, janë 24 muaj të cilët do të sjellin shumë herë më tepër sfida për bashkitë dhe bashkitë janë tashmë të ndërgjegjësuara që duhet të jenë gati për një dallgë shumë të madhe, ndryshimesh në mënyrën se si ato operojnë, në standardet të cilat ato duhet të plotësojnë. Demo nuk harroi të shpjegonte edhe konceptin e paketës së maleve, ndërsa përjashtoi çdo rrezik për konflikte të pronësisë. Prona detyrimisht duhet figurojë pronë shtet, që do të thotë që automatikisht askush nuk mund të aplikojë për asnjë pronë e cila ka pronësi private. Dhe gjatë afatit 45 ditor, nëse nuk ka ankimime, bashkia vazhdon me procesin e miratimit në Këshill Bashkiak të kërkesës që ka bërë një qytetar. Procesin vetvete është shumë transparent. Prandaj unë dua ta nënvizoj që paketa e maleve nuk është një iniciativë për të adresuar problematika të pronësisë, sepse me paketën e maleve nuk merr certifikat pronësie për pronën, por në fakt ti të lindet drejta që nëpërmjet paketës së maleve ti të aplikosh me një projekt, marrësh lejen e ndërtimit, të ndërtosh dhe më pas pajisën me certifikatin e pronësisë atje ku ke investuar. Ministri për Pushtetin Vendor bëri me dije se qeveria po shikon mundësinë e modeleve ku bashkitë mund të bëhen pjesë e disa kompanive si bashkëpronare në mënyrë që të gjenerojnë më tepër të ardhura. Bashkëkryetari i Komisionit të Reformës Territoriale Luciano Bocci mendon se asnjë nga reformat e mëdha nuk mund të bëhet pa konsensus politik, por kjo sipas tij nuk mund të ndodhë në kushtet e një qeverie të përfshirë nga skandalet. Bocci nënvizon se vetëm një qeveri teknike mund të çojë vendin drejt stabilitetit. Partia Demokratike ka vendosur të mos ulet në tryezën e bisedimeve me Partinë Socialiste për dy reformat kryesore që kanë ndikim të drejtë për drejtë në proceset elektorale, reformën territoriale dhe atë zgjedhore. Por ky vendim nuk është përfundimtar, shpjegon bashkëkryetari demokrat i Komisionit për Reformën Territoriale, Luciano Bocci. Ajo që pret Partia Demokratike është vullneti i mazhorancës për konsensus real për këto reforma, që deri më tani sipas PD-s mungon. Vazhdojnë me arrogancën, vazhdojnë që ne mund vazhdojmë vetëm. S'mundet tani ta modifikosh komisionin. Komisioni ka një vendim
pretendojnë të prishin një vendim që ta bëjnë në favorin e tyre në shumicën e votave dhe të vazhdojnë në dyja rastet, në dyja komisionet. Ndërkohë që kërkesa e BE-s është që është një reformë që duhet bërë me konsensus politik. Nënkryetari i Partisë Demokratike Boçi thekson se qeveria Rama, pavarësisht se ka numrat, nuk mund ta bëjë reformën territoriale e vetme. Boçi beson se ka një rrugë tjetër për një reformë që reziston kohës. Nëpërmjet një qeverie teknike, themin e qeveri stabilitetit, nuk ka rëndësi emri. Një qeveri që vërtet bën dy reformat më të kërkuara, që nuk mund bën në mënyrë të njashme, se kur janë bë tilla kanë dështuar edhe territoriale dhe zgjedhorja. Dhe ka një produkt vërtet që do i rezistoj kohës. S'mund bësh reforma një herë në 10 vite territoriale. Kush i bën këto? Vetëm Shqipëria. Ne nuk bëjmë reforma, ne bëjmë eksperimente politike, sepse para e tillë ishte. Largimi i kryeministit Edi Rama dhe krijimi i qeverie teknike që çon vendin drejt zgjedhjeve të parakohshme është qëllimi kryesor i opozitës në këtë vit që sapo ka nisur. Ndaj bisedimet me Partinë Socialiste qoftë edhe për reformat duken në këtë situatë pamundura. Boçi shpjegon se përtej protestave për të arritur qëllimin për krijimin e një qeverie teknike, opozita nuk do të lejojë më mbledhje normale të parlamentit. Dhe është parashikuar që në progresion, grupi parlamentar të mbajë qëndrime rigjide që lidhen qoftë me grevën e urisë, qoftë edhe me ngujimin, sikurse të vazhdohet edhe me akte të tjera të forta brenda sallës së parlamentit. Ideja e grevës së urisë po dëgohet gjithnjë më shpesh nga figurat kryesore të Partisë Demokratike. Greva e urisë është përdorur më herët edhe nga Edi Rama e Partia Socialiste kur ishin në opozitë. Në 30 prillin e vitit 2010, deputetët dhe anëtarët e Partisë Socialiste hynë në grevë urie për 20 ditë në bulevard përpara kryeministrisë, duke kërkuar hapjen e kutive të votimit të zgjedhjeve të vitit 2009. Ilir Meta e drejtuesit e partive të vogla hynë në grevë urie gjithashtu në vitin 2008 për të kundërshtuar miratimin e kodit të ri zgjedhor dhe sistemin proporcional rajonal. Në të dyja rastet, grevat e urisë nuk i arritën qëllimit. Qindra anëtarë dhe mbështetës të Partisë Shqipëria Bëhet protestuan këtë të diel përpara kryeministrisë. Adriatik Lapa i kërkoi largimin e Edi Ramës si dhe krijimin e një qeverie teknike. Sipas tij, skandalet e fundit që po hetohen nga SPAK-u tregojnë se 83 mandatet e socialistëve kanë zero vlerë. Edi Rama! Adriatik Lapaj dhe Shqipëria Bëhet protestuan për rreth 2 orë para kryeministrisë, duke kërkuar largimin e Edi Ramës dhe krijimin e një qeverie teknike. Lapaj akuzoi kryeministrin Rama dhe qeverinë për korrupsion, duke mbështetur këto akuza mbi dosjet e SPAK-ut për zëvendës kryeministren Belinda Balluku dhe tenderat e Akshit. Që kanë bler 10 milion euro çokolata, ndërkohë që buxheti kundër kancerit nuk është 10 milion euro në këtë vend. Ata që me një firmë të zëvendës kryeministres kanë vjetë 53 milion euro, ndërkohë që fëmijët e kësaj republike dridhen në shkolla nga i ftohti se nuk ka naftë për kaltajat. Sipas Lapajt, kryeministri Rama duhet të largohet edhe pse ka 83 deputet në parlament. Aja dha popujt 83 mandatet që ta vjedh, që ta përdhunoj, që ta tau. Ato mandate sot kanë zero vlerë, sepse popuji e di të vërtetën, këta na vjedhin. Nuk kanë munguar as përplasjet mes mbështetësve të Lapajt dhe efektivëve të policisë. Kjo pasi këta të fundit hoqën me forcë çadrën dhe karriget e vendosura këtë të diel para godinës së kryeministrisë. Adriatik Lapaj dhe mbështetësit e tij po qëndrojnë për 27 ditësh para kryeministrisë, duke kërkuar dorëheqjen e Edi Ramës dhe krijimin e një qeverie teknike. Vitin që lan pas, drejtësia e re realizoi disa nga goditjet më të forta kundër krimit dhe korrupsionit. Ekspertët vërejnë se hetimet e SPAK-ut janë zgjeruar ndjeshëm, sidomos ndaj aferave në nivele të larta, por ata vërejnë se këtë vit duhet japin zgjidhje çështjes së stokut të dosjeve në gjykata. Në 2025-ën, drejtësia e posaçme shpeshtoi goditje ndaj krimit të organizuar dhe korrupsionit. Vetëm që ka qenë një vit i
i vërrullshëm, por ka qenë edhe një vit i pa precedent, për shkak se prokuroria e posaçme të paktën në raport me korrupsionin qeveritar e ka ngritur stekin goxha lart, të mësuar me atë drejtësi që e fshit e kokën si struci, le ta themi, dhe njerëz të vrarë në bulevard janë dënuar për vrasje nga pakujdesia dhe gjithë të tjerat apo tragjedie e Gërdecit, ka shumë punë për të bërë, për të kthyer qytetarëve dhe buxhetit të shtetit paratë që qeveritarët i kanë futur duart deri thellë, jo duart, po deri te brylet në buxhetin e shtetit. Zvarritja e seancave paraprake që vendosin për fatin e dosjeve, nëse do t'i nënshtrohen apo jo gjykimit, rrit edhe riskun e shtimit të stokut në gjykatën e posaçme. Ligjërisht kjo seancë duhet të dalë me një verdikt përfundimtar brenda 30 ditësh. Juristi Hoxha thot se stoku mund të eliminohet përmes ndryshimit të ligjit që rrit pragun e vlerës së korrupsionit, një apel ky i vazhdueshëm edhe nga kryeprokurori i mëparshëm i SPAK, Altin Dumani. Në asnjë rast konkret nuk ka përfunduar në 30 ditë. Ka pasur raste të caktuara, siç e përmendët edhe ju, që ka shkuar 10 muaj, raste personale që ka shkuar edhe 19 apo 20 muaj. Prokuroria e posaçme nuk mund të humbas kohën e saj të vyer për një 50.000 lekësh. Rritja në 2 milion lekë të rinj do të ishte më e pranueshme. Kemi pasur raste të caktuara që prokuroria e posaçme është marrë dhe ka bërë mbi 30.000 faqe akte për 4 pandeuri, i cili fillonte nga 80.000 lekë të rinj deri në 230.000 lekë të rinj. Tani të ngarkojmë prokurorinë e posaçme të merret me 4 derzin, po e them. Në bankën e të akuzuarve nga SPAK për 2026-ën, do të ulet ish presidenti Ilir Meta dhe ish bashkëshortja e tij Monika Kryemadhi për çes dijan e lobingun. Ish kryeministri Sali Berisha, bashkë me dhëndrin e tij Amarbër Maltezi, për privatizimin e ish klubit sportiv Partizani, dosje që ka kaluar për gjykim. I arrestuari i parë i vitit Erion Veliaj në krye të detyrës në 10 shkurt, ishte padyshim ngjarja e vitit që pati efekt zinxhir për gjatë gjithë 2025-s. Pezullimin nga detyra e numrit 2 të qeverisë ministres së infrastrukturës dhe energjisë, Belinda Balluku, ishte një tjetër pikthese për prokurorin speciale, ndonse kushtetuesi a riktheu atë në detyrë deri në datën 22 janar, pasaporta e saj mbetet ende e bllokuar. Ndaj krimit organizuar pati një tjetër revansh, ai i fillim vitit. Rënja e Urës, operacioni me të njëjtin emër, ishte një tjetër kulmim i luftës ndaj krimit organizuar. Në dhjetor SPAK lëshoi flet arreste për Ergys Agasin dhe Ermal Beqirin. Ishte hera e parë që kjo prokurori faktoi ekzistencën e një grupi që funksiononte si shtet paralel ku krimi i organizuar e korrupsioni bashkëjetonin. Megjithatë, i takon gjykatës së posaçme vendimmarrja për të shpallur apo jo fajtor zyrtarët dhe anëtarët e pandehur të organizatave kriminale, siç SPAK i pretendon. Një trafik i rënduar me radhë kilometrike është shtrirë për gjatë gjithë rrugës kombëtare që nga Quksi në Librasht e deri në dalje të Elbasanit. Qarkullimi i automjeteve është i paralizuar thuajse totalisht në drejtim të kryeqytetit. Shkak i trafikut kaotik janë bërë punimet në segmentet e korridorit 8, dëmtimi i rrugës, fluksi i lartë i automjeteve si dhe bllokimi tashmë i zakonshëm në Bradashesh pasi mungon një bypass. Kjo situatë është e përsëritur prej disa kohësh, por është theksuar gjatë ditëve të festave. Për të ardhur nga Korça në Tiranë, shoferëve u duhet të harxojnë mbi 6 orë ose 2 herë më shumë se koha normale e udhëtimit. Rreshtet e shiut dhe të dëborës po vijojnë të sjellin probleme në zonat malore të vendit. Rrëshqitja e dherave ka bllokuar pjesërisht disa rrugë, ndërsa problem mbetet edhe mungesa e energjisë elektrike. Këto janë pamjet nga rruga Kir Shosh, e cila prej ditës së shtunë vijon të mbetet e bllokuar si pasojë e rrëshqitjes së dherave nga moti i keq. Grupet e punës janë në terren duke punuar për zgjidhjen e situatës, por ndërkohë këshillohet shmange e këtij aksi. Ndërkaq rruga Bog Theth është e kalueshme, por automjetet duhet të jenë të pajisura me goma dimrore nëse udhëtojnë drejt destinacioneve malore. E njëjta situatë paraqitet edhe në akset Koplik-Bog dhe Dedaj-Razëm, ku gjatë natës dhe në orët e mëngjesit të së dielës ka pasur rreshje shiu. Në aksin Tamar-Vermosh, rruga është e kalueshme pa probleme, edhe pse ka prani të gurve në disa segmente, por pastrueset janë në terren. Ndërkohë ka probleme me furnizimin me energji elektrike në fshatrat Zagor, Vrak dhe Kelmen të Malësisë së Madhe,
ku grupet e OSHE-s po përpiqen të rikthejnë dritat. Prej 2 ditësh gjyri i Durrësit është përfshirë nga moti i keq duke vështirësuar lundrimet në det. Burime nga kapitaneria e portit bujnë të ditur se aktualisht era fryn sipas drejtimit jug dhe jug-perëndim me forcë 5 ballë në gjie dhe 6 deri në 7 ballë në det të hapur. Për shkak të këtyre kushteve, flota e peshkimit qëndron në Kalat në pritje të përmirësimit të kushteve atmosferike. Mjetet e tjera lundruese, siç janë tragetet apo anijet e tonazhit të lartë, nuk kanë pasur probleme. Edhe në Vlorë era e fortë ka bërë që deti të jetë me dallgë të larta që shkojnë deri në 1.5 metra. Lundrimi për mjetet e peshkimit dhe ato lundruese është i pezulluar. Po ashtu, trageti i linjës me Brindizin nuk do të lundrojë pasi forca e detit është në rritje. Trageti po qëndron në rad në det të hapur për të shmangur përplasje që mund të shkaktohen me kalatat e portit detar. Kushtet e motit do të vazhdojnë të jenë të tilla deri ditën e martë. Një banesë private u shkrumbua totalisht nga flakët paraditën e kësaj të diele në fshatin Murras në Elbasan, duke lënë një familje në qiell të hapur. Sipas informacioneve paraprake, në momentin e rënjes së zjarrit në shtëpi ndodheshin 3 anëtarë të familjes, të cilët kanë mundur të dalin menjëherë jashtë pa pësuar dëmtime fizike. Familjarët dhe banorët të zonës u përpoqën të shtrohen flakët, por pa sukses. Dyshohet se zjarri mund të jetë shkaktuar nga një defekt në një pajisje elektroshtëpiake. Edhe të shtunën në mbrëmje një tjetër shtëpi përfundoi e djegur në rrugën Rinia në Elbasan. Të nderuar shikues, ishte gjithçka e përgatitur për këtë edicion informativ. Bashkë ndajemi këtu, natë e mirë.